kërkohet rrëzimi i sistemit 36 vjeçar, sistemit mafiozo shtetëror, dhe ata që vinë këtu janë për një Shqipëri më të mirë. Dhe çdo shqiptar ka të drejtë të ngrejë zërin për një Shqipëri më të mirë. Mos të hiqemi nga rrumballët, nga tonë po. Nga ata që veç vlerë nuk kanë në mendje dhe në trupin e tyre. Nga ata që turpi nuk i skuqma, sepse janë pajtuar me faqe rezes. Por populli nuk është i tillë. Populli lidhet këtu vendosmërisht dhe do të qëndrojë këtu deri në ndërheqjen e kësaj qeverie kriminale, kësaj qeverie tradhtare, që Kosovës i ka dhënë barriera më shumë se çdo shtet tjetër, që Kosovë nuk mundu me shit, që Kosovë nuk mundu me atenemu dhe me largu jashtë arenës ndërkombëtare, duke u munduar që Serbinë ta stabilizojë dhe ta quajë si faktor stabilizues në Ballkan. Është pikërisht Edi Rama, ai që u thoi ke për Kosovën se ky është një shtet me komplekse.